Nëse do të mundohemi ta përmbledhim jetën e kësaj bote me dy fjalë, atëherë prej njerëzve që më së miri kanë përmbledh atë është djali i xhaxhait profetit alayhis salatu wassalam, i cili është Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ai ka thënë kjo dunja është halali i saj është llogari, harami i saj ndëshkim. Pra me këto dy fjalë mund ta përmbledhësh gjithë jetën e kësaj bote. Se jeta e kësaj bote në dispozitat e krijuesit ose janë gjërat lejuara ose të ndaluara. E gjërat e lejuara janë llogari. Pra do të miremi në llogari për atë që e kemi përdorur prej të mirat të Allahut. Se a kemi falendëruar me zemrën tonë, me gjuhën tonë, dhe a kemi fut në praktika gjë që është halal në gjërat mira. Dhe në anën tjetër, pjesa tjetër e dunjas është ndaluar asaj, është ndëshkim. Pra ai i cili jepet pas mëkate, pas ndalesa të Allahut, i thënë kufit e tij, ai do të merr ndëshkim. Me ya'mal su'an yujza bihi. Kush vepron ndonjë të keqe, do të dëshkohet mbas saj. Ndëshkimet e Allahut janë lloj-llojshme. Disa ndëshkime janë në këtë botë që i pastron Allahu besimtarët, siç është për shembull stresi, pikëllimi, fatkeqësitë e mëdha të ndryshme. Këto mund ta pastrojnë disa mëkate të saktuara, por nëse janë mëkate shumë të mëdha, atëherë nuk mjafton këto ndëshkime që të pastrosh. Ose duhet pendim, ose vazhdon ndëshkimin në botën tjetër. Prandaj, kjo është jeta e kësaj bote me dy fjalë.